banor ka fshati këtu sot? Sot jemi rreth 25-26 shtëpi, si shtëpi e kupton ti, si banor ka rreth 120-130 banor. Kur ka qenë koha që ka pasur më shumë banor? Më shumë Zhulati ka pasur në 1914. Ka pasur banor shumë, sepse ishte fshati shumë i madh. Mirë po greku i 14-ës e dogji fshati, e dogji komplet, e bëri hi Zhulatin dhe Zhulati pasaj një pjesë e Zhulatit më shumë se gjysma iktin. Këtu kanë qenë rreth 800 ca shtëpi. Do me thënë, bile dhe më shpejt, në 1878 kanë qenë 1200 shtëpi. E kuptoni? Pastaj në 14 në arriti në 820, ndërsa në kohën e sistemit komunist ishim 250 shtëpi. Ja. Po, sot janë rreth 25 shtëpi. Po, gjatë beharit vijen. Gjatë beharit kalojmë dhe 100 shtëpi. Këtu. Njerëzit janë shumë tetur sepse Zhulati ka një shtrirje shumë të mirë, sidomos për blektorin. Kemi dhe tokë dhe blektori. Dhe ne kemi rreth 4.000-5.000 kokë bagti timta, që i gjithë ki qumësht vete në qitet, funizon qitetin. Është një diçka e mirë. Edhe shumë njerëz që janë këtu, ka familje që kanë 700-800 kokë bagti dhënë, edhe 1000 kokë, kanë rreth 150 lopë. Lopë, për vishre, e ko jo për qumësht. Po, nuk kemi me hakë do përkraje nga shteti, nga qeveria, sepse dhe si zonë ne jemi shumë e pasur. Këtu ka nga bimët më medicinale, më të ndryshmet, që nga rigon, vjeshtull, bli, qaj, murris, listër dhe shumë e shumë bimë të tjera romantike, të cilat këto këto ngelen pa mbledhur me hake, kupton ti? Sepse s'ka njerëz. Nuk kemi përkraje. E kupton, dhe nuk ka njerëz. Sa largë është Zhulati nga Gjirokastra? Zhulati me këtë rrugë që është bërë, sot është 20 minuta. Pse kur është bërë rruga? Rruga mbas 2013-ës u bërë rruga, ndërsa vazhdon tani një pjesë e kemi bërë me bidon, me beton rreth 1 kilometra, dhe vazhdoj me asfalt. Ku para se të vijit ju që u fut në atë pjesën poshte, tek ajo ure fillimit. Ka filluar asfalti do maroj, themi se do maroj këtë vit. Ka investuar bashkia rreth 1 kilometra me beton këtu, dhe u bën dhe urat me investim nga shteti, urat në lumë, sepse kiloj lumit del shumë gjatë dimrit. Ju izolon gjatë dimrit? Po, na izolon të shumë. Ne në ato kora, para 2013-ës, që të veje në spital, do veje me zetor, me skrep, se nuk vinte makinë këtu në mes të fshatit. Dërsa tani u bë kjo rruga, ka më përparësi, do bëhet dhe asfalti, është një diçka e mirë për neve si fshat. Kanë filluar fshatarët dhe vijnë, ata kanë emigruar, vijnë rregullojnë shtëpit dhe tek këtu vijnë këtu të banoj, sepse këtu është një fshat, ne jemi në 100 fshatra me hak, po nuk është investuar për këtë lloj pune, e kupton ti? Sepse ne na vijnë turist, janë shumë të kënaqur kur vijnë këtu. Çfarë bëjnë ata kur vinë këtu? Ata vijnë, dalën shëtitje në këto malet që shikojmë, të gjitha këto malet që shohim, janë pronë e Zhulatit. Po është një mrekulli e rrallë, janë pije, vënde me ujë, të mbuluara me trëndelini, themi ne. E kupton, ka një kënaqësi të madhe, sidomos në muajt e beharit. E kupton, po dhe në muajt e dimrit, lartë po të shikot që ajo maja Karshineve është maja e Lucës, i themi ne, është një nga majat më të lata të zonës, mbas asaja është deti.
mbas asaja. Është Bregdeti komplet, e kuptoni? Edhe kemi pozicion të mirë, është fshat me ujë të bollshëm, vetëm që nuk është investuar. Po të rinj ka? Të rinj, ata që mirën me blegtori, disa që mirën me blegtori janë të rinj, bile kemi një di familje që kanë mbaruar dhe shkollat e larta dhe nuk vend të punësohen në shtet, po vazhdojnë me ato me blegtorin, kanë rreth, një pjesë kanë rreth 700-800 kokë dhënë. Dhe kanë një interes shumë të madh sepse vlera e mishqit dhe qumshit ka arritur kulmin. Vetëm këtu ka një diçka tjetër që për përpunimin e tyre nuk është investuar. Për punimin. Do me thënë ata duhet ta çojnë vetë mishin, qumshin. Po si, ta pregatitën ashtu vetë, ta përpunojnë vetë. Nuk, pastaj këtu se ka male, është një vend i mirë për bletarinë. Ka shumë burime të cilët mund të shfrytëzohen për të jetuar, mënyrën se si të jetojnë. Emigracion ka shumë? Emigracion, po, ka shumë. Zhulati ka, do me thënë, thuaj se nuk do ketë shtëpi që të gjithë të rinjt kanë ikur. Përveç se rreth 20-30 shtëpi janë që mirën me blegtori, ndërsa pjesa tjetër kanë ikur. Janë në Kanada, në Amerikë, në Gjermani, në Francë kemi shumë, në Angli, pa le në Greqi. Greqi janë lagje të tëra me zhulaqotas. Çfarë do t'i thoje ti zhulatësve, atyre që janë në emigrim? Unë do t'u bëj thirrje, jo vetëm zhulaqotasve që janë rreth Shqipërisë, po dhe këta që janë në emigrim, të vijnë në zhulat, të investojnë në zhulatin, sepse është një vend prallor. Është një vend që mund të jetohet dhe jetohet shumë mirë. Dhe ashtu si një pjesë e shokëve të tyre, të cilët kanë investuar në për shtëpira, kanë bërë mrekullira. Kanë bërë një të mirë edhe për vete edhe për fshati. Dhe për vete dhe për fshati. Është një diçka, bile kanë dëshirën që një pjesë më kanë afruar që të vijnë të investojnë përsëri për zhulati. Sidomos për rrugët brenda fshatit. Ti sistemojmë, ti shtrojmë me cimento. Ja kanë filluar, kemi një lloj rruge, është një emigrant, një Xiflo Muxhai quhet ki, e ku është në Greqi. Ai jo vetëm që ka bërë vil shtëpinë e tij, e kupton, po ka shtruar edhe rrugën këtu në mes të fshatit e të shtëpia. Dhe shumë të tjerë që investojnë. Dëshira është shumë e madhe. Prandaj u bëj thirrje tërve, hajdeni në zhulat. Zhulati, kush ka një mik zhulaqot, është i bekuar nga Perëndia, kështu na thoshin plej. Çfarë do të thoje turistëve? Si do t'i tërhiqje ti turistët që të vinë vizitojnë fshat? Bile na janë afruar turist që të blejnë shtëpi, e kupton? Ose t'u japëm një vend të bëjnë vila. Dhe të vijnë, ne do t'i ndihmojmë, ne kemi vend shumë të gjerë. Dhe të vijnë të jetojnë, ne o t'i përkrahëm. Ata do ta kenë këtë fshat si vendin e tyre. Prandaj dhe të vijnë të investojnë. Sa vjeç jeni ju? 85 vjeç. Si e kaloni ditën këtu në zhulat? E kaloj shumë mirë, më pëlqen jashtëzakonisht fshati. Domethënë, isha në Greqi, ja di muaj sa kemë di vajza atje. Dhe nuk duroja sa të vija këtu. Që të mirja një kushtëtie si kur ai ideu i zhulatit duket si kur kohon mjalt. Domethënë, nuk ka më mirë, domethënë, rrugica të shtëpia, baçja, njëra tjetër, e fshatit tënë. E dashuroj shumë fshatin. Kam shtëpinë shumë mirë e kam dhe këtu. Më rehat bëjnë në shtëpi këtu se sa në Gjirokasë që kam dhe atje shtëpi. Lejnë në Greqisë e vajzat ka shtëpi dhe ajo, me zi duroja që të vijnë në fshat. Pse këtu është balta me ëmbël se mjalta? Me balta me ëmbël se mjalta, tamam ashtu.
Çfarë profesioni keni pasur ju? Ekonomist kanë qenë. Ekonomist keni punuar. Ekonomist i lartë, në shkollë të lartë. Dhe në komunë, të Urekarikit edhe në kooperative. E bashkuar, fushbar, zhulat. Çfarë historie ka Zhulati? Është fshat i mirë, fshat i rëndësishëm? Është fshat i rëndësishëm dhe bile, jo, se e themu, po zhulata si e morrin të tërë, janë njerëz të mirë, janë burra, janë majllafin e tjera, në krahasim me fshatat e tjera. Dhe si të thash që punojnë e blegtori, majnë blegtori u shqejnë, vetën u shqejnë e të tjerët. Këtu vinë 2-3 bagjo nga Gjirokastra, që nga dropu e marrin qumështin e blegtorëve dhe e shpinat e përpunojnë që bëjnë ata djathë. Do më thënë janë fshatarët, janë punëtorë, shumë punëtorë. Do me thënë e kanë mbajtur vetë, nuk kanë pritur. Po, vetë e kanë mbajtur, drejt. Po, ju mungon diçka ju? Rruga për shembull? Rruga na mungon. Bëhet më përpara rrugë e Fushbardhës, s'ka blegtori, nuk dorëzon gjë në shtetë, as Qumushta, as Lesha, as Gorisa. Edhe tona mbetet pa bërë, ti e per rrugën që edhe. Po bëhet diçka atje, poshtë e gjatë i themi ne. E si kur regluhet, bëhet që do bëhet që këti, po këtë tjetra nuk është rrugë e mirë. E jemi si pasdore në kanë lënë. Po pse ju kanë lënë pak pasdore? Ju jeni fshat i rëndësishëm. Po fshat i rëndësishëm, po edhe si ko kemi dhe ne gabime tona, nuk s'kërkojmë hesap. Nuk kërkojmë hesap atyre shefave tonë. Se ne jemi në bashkinë e Gjirokasës, se bëjmë pjesën e. Edhe kështu që jemi dhe populli butë. Jemi populli butë. Na del keq nga kjo butësia? Po ja del keq se plotësojnë të kushtit. Janë në këtë drejtim. Çfarë bëni? Mblidhen një herë pas here këtu, pini ndonjë kafe te lokali i fshatit, takoni shikir që kemi këtë klubi këtu. E bëjmë një xhiro e kam shpinat lagjen me ata. Kam një shok, një palë shok në thojza. E keni aq shumë shok sa kemi thojza. Edhe dalë me ata këtu pijim na i kafe këtu. Na duke dhe o kafe mjalte, Edhe ikim pasaj më shikojmë rreth, pasaj ikim me shpia. Zonjën e ke zonjën? E kam zonjën, e kam edhe zonjë. E kam tërë, e kam 10 vjeqe më të vogël. E më bëri zbet shiki zotit ata them që të më bëri zbet deri sa të vetet e vëndi se jam plak. Po pse për hizmet e doni ju zonjë? Po tani të mosh për hizmet që ta të bo. Ta doni si keni kaluar jetën me të? Po patjetër, po. Ju ka dhënë sa fëmijë? Po 2 vajza i ndjallë tash. 2 vajza një djalë. Po mi po tani se bëjmë edhe ndonjë shaka, po Patjetër. patjetër të bëjmë. Keni pasur një jetë të mirë? Mirë, mirë. E kënaqur me jetën tuaj? I kënaqur. Çfarë dëshire keni ju tani për fshatin? Se për fshatin duam të flasim. Për fshatin e dëshira tonë është që të mbaroj rruga një, të bëhet rruga. Vetëm rruga, atë keni pishman. Kryesorja kjo është, po rrugat tjera të vijnë vetë pasë njëra nga tjetër, pas tjetrës. Po për shembull që të kthehen njerëzit? Të kthehen, aq më mirë. Aq më mirë. Të kthehen. Mendoni ju se mund të kthehen? E se ai kryeministri tonë dhe u bëri thirrje në Greqi e kuqe, që të kthehen se me rruga të mira këtu e tjera. Është drejt, po të punosh edhe paguhesh. Edhe unë e mbështes atë thirrjen që ka bërë kryeministri i Greqi, po të punosh ja, këtu ka çoban të rinj. Po të them në mëngjes po të viç këtu, shkoi 1000 kokdele ja këtu e kanë shtëpinë këtu. 1000 kokdele, një stan vetëm. E shkojnë në kullot e kthehen prapë në darkë. Janë të rinj ata që vinë më. Edhe kështu që po të punosh. Ka mundësi Jeton, fshat. ka mundësi. Faleminderit shumë, ju uroj shëndet edhe më të mirat. Rosh, faleminderit dhe ti rosh. Murat, mirë se të gjetëm. Mirë se erdhët, urdhroni. Kush është kjo zonja që na pret së pari? Kjo është një labe. Është një labe me kostumin e labërisë,
kështu që është në punim me sipër. Se ende nuk ka përfunduar. Jo, nuk ka përfunduar, jo. Çfarë mungon ende? Është detajet. Detaje. Detaje, ka hollime, kemi në krah mermerim, ki është doktor Bilal Golemi, që është një shkencëtar. Është molekular biologjist quhet, ka shpikur dhe vaksinën e lisë së dhenve në shekullin në fillimet e shekullit 20. Është i njohur, është në Bilal Këraj në fisit tim, po në Golemi, kështu që Se ju prandaj bëni skulpturat? Jo, është vetëm të fisit apo? Jo, të fisit, jo. Sepse është të fisit me që ky rastisi që tjetë i fisit, se Idris Sulli nuk është i fisit, apo gjinxhen e Bishin që kanë bërë në Gjirokastër është. Zonja Labe më pëlqej ka shumë. E kujt zone është? Kësaj zonës së Cepos, Zhulatit. Së Zhulatit. Po. Jemi në ndërtimin e bujtinës, jemi në fillime, kështu kemi edhe katin për Kjo është shtëpia juaj që doni ta ktheni në bujtinë? Kemi filluar bujtin në vitet, ka filluar viti 2014, ka filluar 3-4 vite, pastaj fillova ndërtimet, pandemia, se kishim me hiking, horse riding. Pra këtu për turist? Po, tani se jemi në ndërtim e sipër, po bëjmë ndërhyrje të reja për turistët, kështu që për mikpritjen e turistëve. Ndërkohë e ke edhe si muze, a? Po, patjetër se ato të punëve tuaja. Hajde se, më duket se kemi ardhur me shumë bereqet, se ka shumë shi. Murat, ju keni qenë në Greqi dhe pastaj jeni kthyer në Shqipëri. Pse ky vendim? Çfarë ju tërhoqi prapë në rrënjët tuaja? Duke rritur si thash që parë me legjendat, me mitet, me historitë, ato të tërheqin të kesh një dashuri që është e pa dukshme dhe e vazhdueshme. Domethënë ti e ke në brendësi dhe është në aparencë thot po kiça domethënë në vitet që kam marrë s'kish as rrugë, s'kish asgjë. Domethënë nuk ishte as. Çfarë vitesh vetë fjalë? Vitet 2010, 2011. Sa qëndruat ju në Greqi? Rreth 11 vite. Për çfarë ikët? Ishte në Teshtata, filloi gati në luftën e Teshtatës, ishte edhe kam ikur në Kurbet, dhe pasioni e gëzendjes e kam patur në babaj, nga trashëgimi familjare, me instrumente popullore, dhe pastaj shkova në Kurbet, fillova vitin e ditë, pastaj vitin e ditë futa në një shkollë arti, që ishte private, një 4 vite, edhe në një shkollë të gjuhës së huaj, anglisht, gjithmonë në mbasditë darkave. Ditën isha në ndërtim. Dhe kur mi mbarova këto, sërish se them, pastaj ishte ajo, nuk është se e kisha planin që mos të rrija në Greqi, dhe kisa e shanat dhe. Edhe prindit më kundërshtuan, thanë që po këtu nuk bëhet, si do t'ja dalësh. Po mu jam mësuar në vështirësi dhe më pëlqen vështirësia dhe nuk personalisht nuk se kisha problem, domethënë. Sepse më tërheq ajo që thash, të tërheq vetë vendin, qofse ke pak empati apo dashuri, është vërtet që ne na të tërheqin rrënjët. Edhe më duk më shumë se një mision, jo se thjesht një lëvizje për disa interesa personale. Është sepse mund të isha shumë mirë aty ku isha, mund të lëvizja se isha me punëtor i rregullt, isha me gjitha llojet dokumentacioneve, me ato sigurimet që mund të marrja pasaport greke, po nuk më pëlqeu sepse nuk isha vendosur, të them drejtë, kisha marrë si bicikletë aty që qëndroja. E kisha më në prerë. Burrët doje të vije këtu në Zhulat. Po, sigurisht. Sepse Zhulatin shikoja, dija historinë, dhe shikoja si një shqiponje shqepur, e lënë mënjan dhe ajo nuk është se unë mund të bëj hatan, po të vendosja atë pjesën time për ta mjekuar. Dhe e vendosa që me gjithë këshillat e familjes që nuk duhet kthesh, se vërtet ishte situata, ishte e vështirë dhe ende është e vështirë, se pa rrugë dhe sigurisht që jo ishte vendimi tim, sigurisht që ka kosto, çdo gjë ka kosto. Me çfarë jetoni ju? Vetëm me punën tuaj si skulptor? Po. Është puna time, kam dhe një fermë blet, aty ka dhi, ka pula, ka vreshta, kanë gjitha, dhe me kemë bërë një oazë aty. Dhe aty kam punuar dhe vitin shkoj me drekra me turistit. Do me thënë ju keni nisur... Përsëri, po, me turistat.
Dhe do filloj dhe këtë vit mendojmë, po arritëm dot, sepse çdo gjë bëhet me forcat tona, si thoshte shoku Enver. Kështu që jemi me dhe ashtu duhet bërë, në fakt, se nuk është se të gjithë duhet bëjnë ato të tjerën që u takon, të gjithë duhet bëjmë ato që na takon. Ju e keni bërë, si thuash, pjesën tuaj? Po jo akoma, se duhet jenë akoma. Duhet të përfundim, duhet të bëhet harta e turizmit, harta e turizmit në pjesën time, që të mbaroj dhe ajo të zgjerohet jetë dhe jashtë dhe njëkohësisht ne jemi dhe ambasador në fushën kushdo që merret me turizmin, është shpreh dhe tregon dhe kulturën kombëtare të vendit lokale, si të thuash. Ju jeni pionieri i turizmit në Zhulat? Po, në ju e keni nisur të parë? Po, në 2014. Çfarë thon turistët kur vinë këtu? E para, a kanë vështirësi për rrugët sepse nuk kanë asnjë vështirësi për rrugët. Fare. Nuk kanë kohë. Ashtu e duan sepse atyre u pëlqen siç është. Zhulati po u bë me asfalt ose rrugët po u bën. E humbat të lezetit. E humbat. Ne duam siç është, po ta mbajnë, të mbahet pastër sigurisht. Edhe nuk është se mendoj puna tonë më shumë se rrugës. Unë që shikoj në brendësi turizmit. Rruga duhet, se rruga ja mund të kishte edhe në dimër turiste, mund të ketë gjatë gjithë kohës, rruga është e domosdoshme. Se po s'ka rrugë, s'ka demokraci. Demokracia këtu nuk ka ardhur. Ka ardhur deri te Eurekardiqi dhe rri aty. Kështu që demokracia dhe vjen kur ka zhvillim, ka mirëqenie, sigurisht që ka dhe informacion. Se informacioni ka kulturë dhe ajo të bën më të konsoliduar në mendime dhe në vazhdim. I shisni ju këto punët tuaja? Po. Ku i shisni? Janë porosi më shumë. Porosi. Porosi qoftë private. Edhe ka dhe publike, kështu që bëjnë për qendra. Kam bërë ekspozita, kam bërë dhe në Athinë, kam bërë dhe në Tiranë, në Galerinë Kombëtare të Arteve në 2015, 2014. Edhe në Gjirokastër kam bërë ekspozitë, nuk është se mendoj të bëj një ekspozitë të madhe, nuk e di këtu apo jashtë, me vepra abstrakte, si puna sa që është aty, nuk është se më shumë jam tek abstraksioni. Këto vepra që janë realizma, që janë për shembull buset apo që i duan tjerë, po rrima tyme nuk është tek realizmi. Nga cili skulptor jeni frymëzuar, kë keni si model? Henry Moore, domethënë që janë këto rrimat e kubizmit, të Picasso-a, të gjithë to revolucionarët e pasi doli aparati fotografik me që kemi këtu, 1845-ën, artistët filluan të shmangen atë teknologjia dhe të krijojnë një rrymë të re, të pakapshme, abstraksionin. Që ajo që ta shprehen, që domethënë arti kërkon që të jetë një hap para teknologjisë. Artistët atë kërkojnë që të jetë dhe këtu nuk është shumë i njohur abstraksioni, e shikojnë si akoma nuk është, po Evropa sot me ato përballet, me ekspozita që bëjnë në Evropë bëhen me artin abstrakt. Po shqiptar, skulptor shqiptar. Po. Këta të vjetit kemi Odise Paskalin, Mondas Dramin, kemi posuaj se realizmi, sepse nuk ata janë në një ishte edhe sistemi komunisti, nuk i lindet se kemi të burgosur për abstraksion neve. Kështë ai, kështu që... Po Edi Rama, Shko, Edi Rama është, po ta shikosh në ngjyra, edhe në atë, që kur e pash për të parë që ja pash ato pikturat, ka një pasaport në artë. Një sot është Garravina, u sa pash, po, ai ka një pasaport në mënyrën e ty. A ka të rëmujnë politike të skicave, që ka dhe me ngjyrimet, domethënë arti, po ta kuptosh, ta shikosh, tregon gjithë karakterin e brendshëm të njeriu, një piktorit, shumë ose skulptori. Rama që me që më përmendë Ramën në pjesën e tij si artist. Aty ka pasaport, domethënë që pa firmën e ti, po të shikosh 3 vepra të mia të abstrakte, pa firmën time ti e njeh rrymën. Edhe punë e Ramës, nëse ai bën në aparec duken zgarravina, thua, thot populli pse ai është pasaport. Ai ka krijuar një pasaport, ashtu si ka krijuar me ato drithijet, me ato format ashtu, siç e ka, domethënë u e shikoj edhe në anën politike se si ngatërrohen gjërat aty. Domethënë sa kam parë, është vërtet që ka një rrymë artistike. Pavarësisht se ai zgjodhi politikën, po aty ka rrymë artistike. Po. Ju e thatë mendimin tuaj për Ramën, po kush e di se ç'mund të mendojë Rama për shembull për punimet tuaja? Keni provuar t'ia tregoni ndoshta? Kam patur një incident në fakt edhe i kam nisur, kisha bërë kadaren tek ajo, pa kisha bërë një bustë të thjeshtë për tek shtëpia ty. Ajo aksidentalisht u thye aty në dhe
në moment thua që dikush ma bëri qëllimisht dhe i nisi email Ramës, do me thonë që qa bëhet tu që zënuar ver për të ardhin. Edhe i nis fotot, pa një kal që kisha me mërë, thot, e pa Kadaren si të më ngushullon, dhe tha, Kadaren është si skulpturat e në verit viteve 70, prishe bën e tjetër, se ti bën aq kal, aq të madh, aq të bukur dhe të arrish të bësh një vepër si veprat e shokut e në verë të viteve 70. Kështu që nise, ai është zgjodhi politikën, po është në arti ka vet ato kodet e veta, ka lëvizjet e veta, kështu që Do të ftoje dikë që të vinte në Zhulat? Kë do të ftoje që të vinte, të shikonte fshatin, turistët? Çfarë do t'i thoje ti turistëve që të vinë? Aktualisht kam bërë një paketë editore. Për të gjitha vendet e kultit, ose edhe vendet se kemi dhe vende pagane e kultit, tu kemi nga të gjitha, sepse siç e tham historinë, fillojmë me Trojanët, që nuk e them unë, se ka thënë François Bougainville, i njohur dhe si Henry Bougainville, edhe që filloj me të ardhurit e luftës së Trojës tjerë tek shtëpitë e tyre, ai e citon Zhulati i vjetër, ka këtë qytetin e Dardhës, që ata kanë ardhur tek në Trojët e tyre. Kështu që i ftoj të gjithë, dhe ata që janë artistë, dhe ata që janë kushdo që është interesuar, Zhulati është një oazë kulturash, edhe një mister që të çon të teleporton në lashtësi në vitet që edhe shpellësisht të thash që mund të jetë në Neanderthalëve, mund të jenë të Homo sapiensit, po janë mbi 100.000 vjeçare dhe mbetjet e tyre me ato gurët e stërrallit janë me qindra, jo me vjetra. Do me thënë histori, lashtësi, natyrë, hiking, rrugë të vështira, aventurë, të gjitha i gjenë në Zhulat. Ka ujvarat, ka 3 lumenj, ka ujvara, ka shumë ujvara Zhulati, ka kafshtegra, kemi Kalin e Qiqes, kemi Lelekun e Zi, që janë 2 shpend që janë në zhdukje, janë mbrojtje nga Bashkimi Evropian, unë jam në disa shoqata të këtyre që vinë dhe të huaj i vizitojnë, i kemi folet shumë afër, kanë folezuar këtu dhe vinë vit për vit. Kështu që ata nuk na trajtojnë ve në Afrikë dhe kthehen, kështu që ne ta lëmë vendin tonë të Ose edhe ndoshta për të parë thjesht një fshat edhe për të bërë ndonjë gjumë të mirë në këtë natyrë fantastike në Zhulat. Faleminderit shumë. Faleminderit juve që erdhët. Respekt.